Disa ide për shpresëdhënie. Edhe pse Islami me porosinë e tij gjithnjë është përpjekur në formimin e individit, familjes dhe bashkësisë së shëndosh, me të drejta dhe detyrat të pjesëmarrësve, jeta e muslimanëve nuk është në pajtim me këto kërkesa. Islami kërkon vëllazëri mes muslimanëve, por ky virtyt aktualisht është vetëm një ëndër e mirë. Islami ka ndaluar prostitucionin, pijet dekëse, fajdet, por bota muslimane është përplot me këto dukuri negative. Islami ka deklaruar se toka punuese i përket punëtorit, por ajo gjendet në duart e disa individëve të cilët abuzojnë me të. Islami ka përcaktuar sadakan dhe zekatin, por muslimanët e pasur abuzojnë me të. Islami na dhuroi institucionin e halifit, kurse ne sot kemi mbretër e kryetar diktator e satrap, që vështirë u agjenësojnë kudo në botë. Shembujt e liderëve politik në Arabi, Libi, Egjipt, Siri, Jordani, Emirate, Katar, Bahrein, Algjeri, Marok e vende tjera janë shembulli më i mirë i braktisjes së Islamit dhe aprovimit të mënyrës së jetës jo islame. Edhe nga jo muslimanët, por edhe nga disa muslimanë shtrohet pyetja: a është Islami i aftë i përgjigjet kërkesave të popujve musliman dhe botës në tërësi? Mos është bërë Islami arkaik, demode, dhe nuk ka fuqi t'i ecë gjërat para. Cilat janë ato kërkesa që Islami nuk mund t'i plotësojë? Të gjithë kemi të qartë se kohët e reja sillin me vete edhe sfida të reja dhe të veta, të krahasuara ndryshe me kohën e vjetër. Njeriu patjetër duhet ndërtojë qëndrim përkatës për sfidat që vijnë. Mirë po mos vallë duhet përkulur para kërkesave të reja pa kurrfar kriterësh. Çfarë pasojash do të sillte një qëndrim i tillë i pranimit të çdo gjëje që sill koha? Mos sfidat e reja kërkojnë nga ne që t'i përshtatemi shumicës, sërish pa marrë parasysh kriteret e domosdoshme, mund të jenë të dëmshme sfidat e reja dhe të plotësimi i tyre. Në parim nuk është domosdoshmërisht e reja e mirë, përkatësisht e keqe. Të mirën dhe të keqen nuk e sill vetvetiu e reja apo e vjetra. Braktisja e të res apo të vjetrës nuk janë parime absolute, sepse e reja dhe e vjetra janë terma relevante, të ndryshueshëm. Mos vallë duhet pranuar narkomanin apo pornografin, sepse janë trende bashkohore. Shija e shumicës moderne nuk do me thënë paraprakisht e pranuar dhe pozitive për pjesën tjetër. Çdo musliman, çdo njeri, së pari duhet analizuar dukurinë e caktuar, pa marrë parasysh është e vjetër apo e re, dhe të pranohet nëse është e dobishme, apo të braktiset nëse është e dëmshme. Vetëm kjo mënyrë e bën botën më të mirë. Në një hadith, Muhamedi alayhi salatu wassalam qartë tregon gjendjen tonë. Ai thotë: asnkush nga ju të mos bëhet jahamenshëm dhe i përkulshëm pas çdo gjëje, duke thënë: unë jam me botën. Nëse bota bën mirë dhe unë bëj mirë, dhe nëse bota gabon, gaboj edhe unë. Përkundrazi, ju duhet ta ndërtoni veten ashtu, të bëni mirë me botën nëse bota e bën, ndërsa nëse bota gabon, të largoheni nga ato gabime dhe t'i braktisni ato. Natyrisht njeriu ka nevojë për ushqim, veshmbathje, dituri, punë e tjerë. Që t'i arrijë këto gjëra kërkohen dhe një varg mjetësh. Me kalimin e kohës disa mjete vegla përmirësohen, kështu që edhe realizimi është më i lehtë dhe më i mirë. Këto ndryshime janë të pranueshme dhe Islami i aprovon, sepse ato janë mjete dhe mekanizma për realizimin e synimeve, të cilat i cakton besimi islami. Mirë po njeriu ka nevojë dhe për disa gjëra që janë thelbësore, të përbashkëta për të gjithë kohët dhe vendet, sikurse janë besimi, morali apo e mira. Për këtë faktor, gënjeshtra, amorali, dhuna, padrejtësia janë gjithnjë të këqija, pa marrë parasysh ndryshimin e vendit dhe të kohës. Nëse do ta pranojmë se rënja e besimit dhe moralit në një kohë do të thotë rënje dhe atij qytetërimi, atëherë si të veprojmë ne si individ, por edhe si kolektiv, në botën moderne duke mos humbur fenë dhe identitetin. Bota muslimane ka një përgjigje, ashtu si veproi në fillim duhet sërish të veprojë, me përvetësimin e teknologjisë botërore, duke u ashtuar besimin dhe moralin islam. Të ndërtohet e ardhmja e shumë më shumë perspektive se e tanishmja. Ky modernizimi nuk do të thotë sekularizëm dhe westernizëm, por vetëm vënie në shërbim të njerëzimit të teknologjisë moderne. Muslimanët duhet ta hulumtojnë gjendjen se çka e solli perëndimin në këtë gjendje superiore,
të dominimit me botën. Një nga këta faktorë është elita intelektuale, e cila zgjohet, ndihet, mendon dhe vepron në mënyrë islame, që përfaqëson një integrizëm islam, do të thënë, të jetuarit si musliman në fushën politike, ekonomike, morale, kulturore. Kjo kërkon dhe veprimin e përbashkët pa dallimet rajonale e racore. Pikërisht si urdhëron Muhamedi alayhis salam në hutbën e lamtumirëse, ku thotë: O besimdrejt, ta dini dhe të mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju të gjithë jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Nuk ka kurrfar përparësie Arabit ndaj jo Arabit, e as jo Arabit ndaj Arabit, as i ziu ndaj të kuqit, e as i kuqit ndaj të ziut, përveç se me devotshmëri. Të gjithë jeni pasardhë si të Ademit, ndërsa Ademi është prej dhejut. Pastaj bota muslimane ka nevojë edhe për planifikim, ashtu siç veproi Jusufi alayhis salam para se të arrijë kriza në Egjiptin e vjetër. Planifikimi duhet të përfshijë të gjithë porët e jetës, nga lindja e deri në vdekje. Bota muslimane ka nevojë për zgjim dhe rilindje fetare e shoqërore në masë dhe elitë, sepse njëri grup i vetmuar nuk mund të prosperojë. Masës i duhet ideatori, i duhet dietari, kurse elitës i duhet populli, se ndërtuesi i planifikimeve të tyre. Bindja e shumë muslimanëve aktuale se Islami është i vërtet dhe si i tillë mjafton është e gabueshme. Islami është i vërtet, por duhet prezantuar drejt dhe fuqishëm edhe bindshëm. Nëse vetëm flasim por nuk ofrojmë asgjë bindëse, kjo nuk do të mjaftojë për përvetësimin e zemrave të të tjerëve, as për ruajtjen e atyre që janë brenda nesh për shkak të lindjes së tyre brenda rrethit fetar, kulturor e tjerë. Faktori i parë dhe kryesor është arsimimi dhe edukimi i masës muslimane, ashtu siç ndodhi në fillim të Islamit, ashtu siç kërkon farzi i parë në Islam: lexo në emër të Krijuesit. Ky faktor është i domosdoshëm të përcillet dhe nga faktori tjetër si ekonomik. Formimi i një platforme të gjerë ekonomike islame është domosdoshmëri kohe. Vetëm planifikimi ekonomik mund të përmirësojë gjendjen ekonomike fillimisht në familje, pastaj në rreth të gjerë e deri te përmasa globale. Pasuria ekzistuese dhe fuqia e lirë punëtore duhet të bëhen lëndë parë për përparimin e jo objekt shfrytëzimi dhe përçmimi. Duhet të kemi më shumë diplomatë politikanë, më shumë ekonomistë juristë, më shumë intelektual të mirëfillt. 10-15 milionë hebrej në botë kanë më shumë shkencëtarë se sa 100 milionë arab musliman. 10-15 milionë hebrej në botë kanë më shumë pasuri se sa 100 milionë arab musliman në botë. Në anën tjetër, edhe ata musliman të pasur, që nuk janë të paktë, janë argat të perëndimit dhe jo posedues të pavarur të pasurive dhe të politikbërjes në vend, rajon dhe në botë. Thjesht ata bëjnë politikë me sjete, me shfrenime dhe humba kohë të bindur ndaj padroneve të tyre perëndimor.